programi fluturues I fëmijëve na ftoi në një udhëtim magjik, një udhëtim drejt vetes son. Po, pikërisht kështu, sepse zbuluam 5 pasuri të mëdha që I mbajmë gjithmonë me vete, 5 shqisa tona të mrekullueshme. Shqisa e të parit. Me sytë tanë I dham ngjyrë botës, pam Ilberin në vizatimet tona, dalluam dritën që hynte nga dritarja dhe kuptuam sa bukur është të vështrosh me kujdes. E kuptuam se syri është si një dritare për shpirtin. Shqisa e të prekurit. Përmes duarve prekëm botën, kuptuam se ato nuk shërbejnë vetëm për të ndjerë, por edhe për të ndërtuar, për të përqafuar, për të krijuar. Duart tona janë një urë mes ndjesisë dhe veprimit, një mjet I fuqishëm për të shprehur dashuri, kujdes e aftësi. Shqisa e nuhatjes. Me hundën tonë nuhatëm kujtime. Një erë çokolate na kujtoi një ditëlindje plot gëzim. Një aromë lulesh që na kujtoi një shëtitje me gjyshen. Nuhatja është një magji e vogël që I zgjon ndjesitë e fshehura dhe na fton të marrim frymë më thellë. Unë bashkë me Lyrën, sot kemi me mësu për shqisën e nuhatjes, edhe në bazë të aromës që I kemi në këto enë, kemi me vendosë se cila I përket cilës. A të fillojmë bashkë, Lyra? Aroma e kujt është kjo? Është si diçka më duket që ne e pijmë. Kafe? S'ka problem. Me të vërtetë që n'ka kafe. Se kemi gabu. Po kjo këtu çka është? Banane. Bravo, të pëlqejnë ty bananet? Me çka e shijojmë neve ushqimin kur e ham? A na ndihmon gjuha? Po. Funda na shërben për me ditë aromën. Kjo që na qenka? Raketa. Bravo, kripa. Të lumt. Që kjo qenka plot. Çfarë është kjo? Bravo, të lumt, të pëlqejnë ty tredhëzat. E kjo? Portokale. Bravo, lëngi portokallit. Shqisa e dëgjimit. Me veshët tanë dëgjuam botën të flasë, tinguj të lehtë, këngë që ftonin trupin të kërcente dhe zëra të butë që thonë të dua. Dëgjimi është porta e ndjenjave që nuk shihen, por ndihen thellë në zemër. Shqisa e shijes. Me gjuhën tonë të vogël dhe kureshtare, shijuam botën, një copë çokolate ëmbël, një fetë limoni që na bëri të shtrembëronin buzët me gaz. Kuptuam se shija është si një festë e vogël që ndodh brenda nesh, sa herë që provojmë diçka të re. Pas mësimit të 5 shqisave, u argëtuam me 2 koreografi të veçanta, pam lëvizjet e njëri tjetrit. Dëgjuam muzikën me kujdes, ndjem ritmin me trupin ton që kërcente, nuhatëm atmosferën që mbushej me energji dhe hari, dhe disa prej nesh shijuan një ëmbëlsirë të vogël për ta festuar këtë ditë të veçantë.